Zoti Berisha, Zoti Dirama, tani mu të afrohemi erdhi radha t'japim rezultatet e pyetjeve që bëm pak më parë. Ju të dy keni investuar 22.4 milion euro në sistemin e sigurisë kombëtare të Shqipërisë. Përkatësisht, ju, zoti Sali Berisha, keni investuar 7.4 milion euro në këtë sistem, kurse ju, zoti Dirama, keni investuar 15 milion euro. Keni bler, apo më mirë duhet kishit bler, një sistem sigurie si që ka çdo shtet në çdo vend të botës. Dhe kjo sot në tregun ndërkombëtar kushton vetëm 100.000 euro. Ju për 25 vjet keni investuar plot 22.4 milion euro dhe sot në 2026 nuk e keni akoma një sistem sigurie kombëtare për Shqipërinë. E shikoni ku jeni kallandisur? Zoti Berisha, kanë të drejtë si anglezët dhe amerikanët për non gratën. Gjërat bëhen pa thuhen.